Dashi. Do të përjetoni momentet e lumtura në praninë e atij që dashuroni. Flisni edhe për diçka që më parë nuk keni mundur. Ai do t'ju kuptojë më së miri sot. Planetët do të bashkojnë forcat për të ndihmuar beqarët të kenë thatë në dashuri. Do të keni disa takime, por duhet të përfitoni. Situata financiare nuk do të jetë shumë e keqe nëse nuk e teproni shumë me shpenzimet. Demi. Shumë nga ata që janë në një lidhje do të kenë më tepër kohë të përkushtohen jetës në çift. Më në fund, edhe ai që keni në krah do të qetësohet dhe nuk do të mendojë negativisht. Për beqarët do të vi kënaqësia që kam pritur. Tregohuni sa më të hapur dhe shprehni gjithçka që mendoni. Situata financiare do të jetë e qëndrueshme. Gjithsesi, që kjo të vazhdojë për më shumë kohë duhet më tepër maturi. Binjakët. Ambienti për çiftet do të jetë i tensionuar. Mos u mundoni të impononi forcën e mendimeve tuaja tek tjetri, por tregoni tolerancë dhe pranoni të bashkëpunoni. Beqarët do e shohin të ardhmen me më shumë optimizëm dhe do e dinë mirë se çfarë është më e mira për ta. Financa do të përmirësohen dhe ju do të keni përfitime të mëdha. Çdo gjë do të shkojë ashtu si ju e kishit menduar. Gaforia. Mund të ketë ndonjë stuhi sot në çift. Secili do të thotë atë që mendon dhe nuk do të dojë të pranojë atë që thot tjetri. Kujdes sepse kjo sjellje mund të lërë pasoja të rënda. Beqarët duhet të reflektojnë mirë përpara se të krijojnë një lidhje. Mos bëni gjithçka për të qenë çift. Ndikimi i planetëve në planin financiar do të jetë shumë pozitiv. Kujdes me shpenzimet e mëdha. Luani. Nëse jeni në një lidhje, mos kërkoni më shumë se sa ju jepni vetë. Nga ana tjetër, yjet do t'ju nxisin të kontrolloni gjithçka. Mos e teproni sepse partneri mund të mërzitet. Ju beqar, edhe pse do të keni takime, nuk duhet i merrni me njëherë gjërat seriozisht dhe të nxitoheni. Me financa do t'i keni punët mirë. Strategjia e ditëve të fundit për të hequr disa lekë me një anë do t'i japë rezultatet e veta. Virgjëresha. Për të gjithë ata që tashmë kanë një lidhje, planetët do të sjellin më shumë ngrohtësi dhe sensualitet. Në mbrëmje do të kaloni momente të paharueshme. Shfrytëzojeni. Për shumë nga beqarët, kjo ditë do të jetë e shënuar. Do të mund të krijojnë lidhje të forta dhe jetë gjata. Jeta juaj do të ndryshojë tërësisht. Shpenzimet e tejskajshme dhe të pamenduara mirë do të ishte t'i largonit, sepse mund t'ju sjellin pasoja negative në buxhet. Peshorja. Planetët do të jenë të pozicionuar mirë në qiellin e atyre që janë në çift. Dita do të jetë ngrohtë, por mos ngatroni seksin me ndjenjat. Mos e mbani mendjen atje dhe të tregoheni indiferent ndaj emocioneve. Për beqarët nuk do të ketë asnjë ndryshim. Do të doni të shpenzoni shumë këtë ditë. Kujdes sepse po vazhduat kështu, do të ketë katastrofa të mëdha. Akrepi. Dashuria në çift do të ketë mbështetjen e yjeve gjatë kësaj dite. Konfliktet do të zhduken, vështirësitë do të zgjidhen dhe do të kaloni momente të bukura me atë që keni në krah. Për beqarët ka mundësi që një misje vjetër të kthehet në diçka më tepër. Gjithsesi, mos u ndërroni shumë, por kapeni demin nga brirët. Yjet do t'ju ndihmojnë me financat, por mos ndërmerrni shumë rreziqe. Shigjetari. Ndryshimet e papritura do t'ju çorodisin pak ju që jeni në çift. Të jeni të sigurt që gjithçka do të ndodhë, do të jetë në favorin tuaj. Një takim sensacional pritet të vijë për beqarët. Tregohuni të matur, flisni pak dhe sakt, dhe do e shihni që do të keni sukses. Financa do të jenë mjaft të stabilizuara. Është momenti i duhur për të bërë shpenzimet që keni menduar prej ditësh. Bricjapi. Do të jeni të favorizuar nga yjet sot. Marrëdhënia me partnerin do të jetë më e ngrohtë dhe do të flisni hapur për çdo merak që keni pasur. Për një pjesë të madhe të beqarëve do të ketë dashuri me shikim të parë. Lëreni të kaloj pak kohë përpara se të merrni vendime shumë të rëndësishme. Ditë mjaft e mirë për të bërë ndryshime të domosdoshme në planin financiar. Do të arrini të stabilizoni buxhetin. Ujori.
Jeta në çift mund të përballet me disa vështirësi të vogla. Nëse partneri juaj është autoritar, bëni disa lëshime dhe gjeni mënyrën e duhur për t'i folur. Beqarët do të jenë më apasionantë dhe më sharmantë se kur. Do të keni plot mundësi për aventura, kështu që përfitoni sa të mundni. Duhet të tregojeni sa më të matur në planin financiar, që t'i bëni ballë influencës negative të planetëve. Peshqit. Kujdes nga influencat e këqija gjatë kësaj dite. Nëse doni të ruani një klim të ngrohtë, duhet të tregojeni të kujdesshëm me ato që do të thoni. Beqarët do të kenë dëshirë të përfitojnë sa më shumë nga liria e tyre, por nga ana tjetër do të duan të krijojnë edhe një lidhje. Në planin financiar do të merrni vendime të rëndësishme të cilat do t'ju sjellin mjaft përfitime dhe më në fund do të jeni të qetë.